Prandaj unë kur e kam qujt, nuk e kam qujt ta bëjmë në qytet funksional, por e kam qujt ta bëjmë në qytet më funksional. Kur e kam qujt ta bëjmë në qytet, s'kam pa miqësor, po më miqësor se që e kemi, me funksional që e kemi, pikërisht për çështjen që ka të bëjnë edhe me identitetin, por natyrisht edhe me jetën e përditshme, edhe në mëvojat e përditshme. Tani, a ka punu komuna e Fushkosovës se si ka bërë këtu? Diskutimi nisi tek ajo që do t'i bëjnë në tarmen, sepse nëse kthena të kaluren, për shembull nuk e ka rregulluar çështja që diskutum, po ka bërë 277 rrugë tjera, të sa sot u shërbejnë banorëve të komunës së Fushkosovës. Unë e folja për 3 shkolla të reja, por nuk folja për 25 të kryme, e të merremetume, plotësisht funksionale, e mbushura do të me nxënës. Thjesht ka infrastrukturë. Nuk folja për ujin, sepse qyteti ka ujë, qyteti i Fushkosovës. Dhe tek e fundit është pastaj një çështje që lidhet me kapacitetet e fabrika për t'i furnizuar me ujë këtu. Thjesht qëllimi im është që ta shoh të ardhmen mbi bazën reale që kemi sot dhe jo për të provuar e për të promovuar të kaluarën dhe investimet të shumta që janë bërë edhe nga komuna edhe nga qeveritë. Edhe pasaj visioni ju i saj përket pjesës së urbanizmit. Dishë kandidat tjere kanë qitë një lloj kufizimi për sakate, po tash ajo metet... Kanë qitë një lloj kufizimi, po derisa komuna e Fushkosovës dhe qëtash, nëse nuk ka bëjë me planin hapësinor, ka 8 kate, kur ka bonuse, ka 9 kate, 9 në gjys, ata kanë qitë tash 15. 14. Ajo që po du të them është kështu. Mendoj që ka qenë një qeverisje mirë liberale që ka leju investimet në komunën, edhe pse ka pas një disbalancë midis infrastrukturës publike edhe zhvillimet ekonomike lokale. Pse? Sepse ka periudha kohore kur janë të favorshme për investime dhe nëse nuk e përdor ato humbin si raste. Dhe zhvillimi i madh ekonomik lokal në komunën e Fushkosovës ka ndodhur kur komuna e Prishtinës në qeverisjen 8 vjeçare e fillimisht pjesën e parë të mikut të Shpend Ahmetit është bllokuar me ndërtimet dhe natyrisht investitorët, njerëzit që punojnë në sektorin privat kërkojnë hapësirë të re ekonomike dhe ka qenë një rast shumë i mirë për Fushkosovën që të rritet edhe të marrë shumë biznese që janë akomoduar në komunën e Fushkosovës, punojnë sot dhe shumë ndërtime që janë bërë përfshi për shembull dhe zonën industriale që kemi të Miradia e Epërme që po rritet për çdo ditë. Kjo ka qenë një momentum shumë i rëndësishëm me e pru potencialin ekonomik në komunën tonë. Se cili kryetar komune, në baza normale, do të punonte me zhvillu potencialin ekonomik të komunës vetë. Dhe po mendoj që zoti Berisha, bashkë me bashkëpunëtorët në të tjerët, e ka kap shumë mirë dhe ka shfrytzuar këtë moment. A ka shkaktuar kjo të lashe, të vogla, sporadike në jetën e përditshme? Po. Ka shkaktuar. Detyra jam është tash faktikisht me zhduk këtë balancë, ose që disbalancë në këtë rast, midis që ati potencialit të madh të ardhes e njerëzve, të ardhes e biznesve dhe zhvillimit ekonomik dhe infrastrukturës publike, në mënyrë që na nesër të mos i kemi 38 zonësa, 37 zonësa klasë, po t'i kemi 23, 24. Mirë po të mos është e bo kë zhvillim ekonomik, aja që do të kishte ndodhur komunë të Fushkosovës, ishte dash në shkollë me mbyll shkolla. Pyetja fundamentale shtrohet, a ma mirë që kemi 38 zonësa, mund të bëjmë edhe një shkollë, apo do të ishte që të mbyllim shkolla. Ne e dim çfarë po ndodh në komunat e tjera, edhe pse nuk jam përgjegjës të foli, po e dim do të ku po shkoj me tritë dhe ku është numri i nxënësve, prandaj unë jam shumë i lumtur që trashëgoj nga e kalura një potencial kaq të madh ekonomik. Dhe fakti i fundit, po të mos i kishim këta, nuk do t'i kishim 12 milion euro investim kapitali. Ndoshta do t'i kishim as 4, do t'i kishim 2 milion. Do të boshim një komunë Ranilok, një komunë tjetër shumë e vogël. Për qytetarët e Fushkosovës kuptojnë që aty do thotë ka qenë një situatë krejt tjetër. Deri në vitin 2006, thotë shumica e institucioneve publike përfshi kanë qenë enklava serbe. Thotë ka qenë një popullat me shumicën e komunitetit serb. Por një çështje krejt tjetër që nuk kisha dashur me diskutu thotë në studio dhe me një tolerancë shumë të madhe dhe asnjë vandalizëm, sot në qytetin e Fushkosovës e kemi një situatë krejt tjetër.
ku njerëzit jetojnë shumë të lirë, diversitet shumë të madh midis trevave shqiptare, midis komunitetit të rom, ashkalijev që janë, po edhe komunitetit serb që ende vazhdon edhe jeton në komunën e Fushkosovës. Pra, fotografia që ka qenë para 12 vjetë, para 15 vjetë, para 15 vjetë në komunën e Fushkosovës, fotografia që kemi sot është qartas e dallueshme dhe dinamika e zhvillimeve ka qenë shumë e madhe. Zosmane, po flasim për qytetin, po besoj që është e vlefshme me fol edhe për pjesën tjetër, jashtë qytetit, pavarësisht që me numrat e banimeve ose të fshatrave nuk është aq i madh, megjithatë territori nuk është këtë i vogël, pra ka hapësirat ndryshme, sidomos mundësi për turizëm, edhe që kjo po më intereson, a është ne, a do një më bo kryetarëve që e qytetit, a edhe i fshatrave, edhe cilat janë planet e juja në qëtë aspekt. Pra, parim në gjithë edhim edhe për kalan, edhe për pishat, edhe për pjesë tjera, por më besoj që duke qenë shumë afër Prishtinës, ka hapësin më bo shumë a shumë, edhe nëse keni pa min ose vizionin për këtë pjesë. Po, pa tjetër, edhe po të shirë shpërndarja bugjetin në planin tim qeverisës, është bajagje balancuar, sepse janë dikon rreth 22-3 milionerë që mendohet janë investime në fshatrat e komunës së Fushkosovës. Do të janë investime përveç në hapësirën publike, në infrastrukturën publike, do të janë ambient. Ajo që kemi nevojë të bëjmë në fshatra janë do të thotë 3 stadiume të reja për 3 ekipet, sepse në qytet jemi në fazën, s'po them përfundimtare, po jemi shumë mirë të punu. Thotë në fshatra kemi nevojë që të bëjmë thotë edhe 3 qerdhe të reja dhe një me partneret publiko-private 4, në mënyrë që të mbulojmë pjesën e fshatrave, sepse e kemi një që po funksionon shumë mirë, dhe pjesa tjetër e investimeve lidhet pashtu me investime shumë të mëdha. Atje, për shembull në Vragoli, do të bëjmë qendrin e inovacionit për të rit, të qendra rinore, pajisje më moderne teknologjike, në mënyrë që njerëzit tanë dhe rinia jonë të shfrytëzojë gratis si investim komunal në karrierën e tyre të arsimore. Në të njëjtin kohë, ne kemi një projekt shumë të mirë që kemi punu me ekipe ndërkombëtare, na kanë ndihmuar shumë. Edhe ajo që njihet zona e parkut të Pishës Satinës së vogël, zona e Çeçavicës dhe Kodra Goleshit, sepse do të fillojmë me Kodrën e Goleshit për sportet ekstreme, është një teren shumë i përshtatshëm që nga paragojizmi edhe sportet e tjera, me stazat e eqës së maleve të kurores e deri të përfundojnë të pjesa e pishave, ku do të ketë edhe bizneset e vogla, rurale, zhvillime që do të bëhet. Është pjesa tjetër e ndihmës së madhe që ne po e krijojmë gradualisht një sistem të përverme shumë të mirë me fshatrat e komunës së Fushkosovës. Unë kam vizituar disa prej tyre sot, edhe me ndihmën e komunës tashmë nuk i kanë 3 lop, 5 lop, 10, kam takuar me 35, kam takuar me 50, kam takuar me 80 krerë. Edhe në program qeverisës do të subvencionojnë për kilogramin e mishit që japin dhe për litrin e qumshtit që japin. Kemi disa fabrika të bylmetave, të prodhimeve të tjera. Pra, fshatrat thjesht janë mbeten epicentër të zhvillimit, po aq sa mbetet qyteti, përveç një pjesë që kanë më mirë le themi të infrastrukturës publike. Për shembull, ne kemi një rrugë shumë të mirë nga Pomzotini që kemi planifikuar për mes bardhit vogël që del në breg të Hencit dhe që do të shkurtojë qarkullimin ditor të udhëtarëve të 4 fshatrave në baza ditore 8 kilometra. E nuk është pak në njërin drejtim nëse ja shkurton 8 kilometra për çdo ditë që shkon punë, shkon shkollë, vjen në qytet apo shkon edhe në kryeqytet. Thjesht janë investime që do të bëhen. 5 minutat e fundit, një pyetje që më duhet nëse s'keni pastaj edhe ju kanë një. Nëse do të zgjidheni kryetar, pra dhe nëse besoni që gjithçka përmbyllet të dielën, unë s'kam dilemë. S'ke dilemë, se do të jesh kryetar të dielën. Pra beson që e kryen. Jo, unë thas s'kam dilemë që do të jem kryetari i komunës së Fushkosovës. Si do duket Fushkosova pas 4 vitesh? Pra cili është, si më thon, jashtë këtyre projekteve që i shpalosët, pra çfarë beson që Besnik Osmani do të lë gjurmë në mandatin e tij të parë si kryetar i komunës së Fushkosovës? Ajo që kam taku elektoratin dhe që kam pa deri tash këto 2 vjet, sepse një për arsye ka qenë që shkojnë Fushkosovë dhe të një çdo detaj, çdo nevojë, çdo kërkesë, edhe ato më të voglat të qytetit e të fshatrave, unë them që besimi që të më jepet këtë mandat
patjetër që kam siguru pa fushat besimin për mandatin e dytë. Në vetë faktin se ky program qeverisës do të zbatohet dhe vetëm në rastet ekstreme, si që kishim Covidin, mbylljet e mëdha, pastaj të lashtë e mëdha që i kishim në historinë tonë të vëndshme, në rrethonat e tjera, në rrethona normale do t'jetë një program i zbatueshëm. Ku do t'jetë Fushë Kosova dhe fshatrat pas 4 viteve, do t'jenë me lidhje të reja me kryeqytetin, do t'kenë shumë a shumë parkingje, do t'kenë shumë pak nxënës në shkollat e tyne, do t'kenë fare bardhog ose pak bardhog, sepse në një qytet mund gjindet aty këto, po do t'jetë shumë më i pastër, do t'jetë një qytet me shumë ma shumë gjelbrem, sepse pothuajse s'ka, po janë 3 parqe që në s'pata akoma i përmend ku dinë destinacionet, vendet ku do t'bohen, dhe po ashtu do t'ketë shumë infrastrukturë thot në fshatra përfshi deri te shtëpia e pleqjve që është pjesë e projektit për qendrën inovative Veçfola dhe shumë projektet e tjera në qytet. Pra, komuna e Fushë Kosovës, përveç që do t'jetë një komunë zhvilluar, unë kam besim të plot me ata njerëz që janë në administratën komunale, me ata njerëz që janë në shëndetësi që punojnë e në sistemin e arsimit, do t'jetë edhe një model i mirë i qeverisjes, edhe të hapur edhe llogaridhënëse. Sot përdryshe kryeministri ka promovuar një qeshme në Lismir. Pra, nuk di nëse keni qenë i ftuar apo jo. Kryeministri Kurti ka qenë bashkë me kandidatin e tij për kryetar të Fushë Kosovës në Lismir për të promovuar ujësillësin në Lismir. A keni qenë i ftuar jo? Mund t'jetë nuk di. Po, okej. Kjo është, më duket shpërdarimi i resurseve shtetërore për fushat, se nëse është niveli qendror që ka investuar, nuk mundesh në fushat me marrë kandidatin tonë me që atje, po për fund, e thash si përshtypje jam si profesori generale, zoti Osmani nuk e ka garen aq të lehtë, qysh po eshe edhe vetë, besoj që zoti Prebreza e ka bënë nervoz pak, edhe performanca e tij duket që është dukshme më e lartë se sa kandidatëve para praktikave të vendosjes. Kjo nuk kish mujt me ardhë shprehje në përshtypjen tënde. Kjo nuk kish mujt me ardhë shprehje nëse përgjatë tyne viteve në Fushë Kosovë, siç e thash, ndërtimi edhe trendet e zhvillimit të vetë qytetit kanë qenë në lloj disbalanci me nevojat e komunitetit. Pra mundesh me parashiku investime dhe zhvillim ekonomik në kuptim të ndërtimeve, po ato duhet me përgjigj komunitetit në kuptimin që duhet me pas trotuare, ujësillës, kanalizim, parqe, sheshe e kështu me radhë. Përveç këtyre, zoti Osmani, se për fund me gjas s'kemi edhe shumë kohë, edhe zyra auditorit ka pas gjetje, sidomos te kjo çështja e mungesës dhe transparencës në dhënien e lejeve ndërtimore e gjetjeve tjera. Kjo është besoj sfida juaj për me bind ata qytetarë që duhen me vazhdu në qeverisje. Prandaj jam kandidat për kryetar komunë. Në fakt, ajo që i përmendi parqen, ndoshta se tha se s'ka mujt me i thonë ku do ndërtohen çdo parqe, se me di kështu si pra 3 parqe, edhe për ja fjalën burimit edhe për përmbyllit. Në pjesën e qytetit, njëra do t'jetë aty ku është tregu aktual, një park i vogël, se do t'jetë parkingu në toksor edhe do t'jetë pjesa e parkut. Parku i dytë po ashtu një hapësi kur po flas për parqet, nuk po flas për parqet Londrës, po flas për oazat, të gjelbra ku do dalin fëmijët, ku do dalin pleqt, edhe ku mund ta kalojnë kohën e tyre. Parku i dytë është te pjesa me njerë shumë amrapa, ne i themi mes Rrugëlarit edhe Bresjes, tashmë është në planin zhvillimor i miratuar edhe zona ku do të bëhet, dhe parku i tretë është me atë e Kurullës në drejtim të Kryshecit edhe Obiliqit. Pa dosh me të pru edhe këtë pjesë se pëti që e në fund, po besoj që ja vlen me pas paktën ka 2-3 fjali edhe për 2 kategorit njëtë, edhe për pleqt, ose të moshuarit, edhe për gratë. Pra edhe, sepse për rinin falet për disa qendra e kështë, nëse mund e me në thonë edhe qëtë. Për pleqt në përmenda thot shtëpinet moshura besoj që të tjetë një institucion shumë i nevojshëm për këtë kategori të moshës, dhe të njëjtin kohë natyrisht që ajo që është pjesë e programit është edhe transporti publik gratis për pensionistët, është po ashtu edhe për studentët me 50%, derisa për gratë përveç investimeve që do të bëhen
në subvencionim të start-upëve dhe të iniciativa në biznes, duke qenë gra iniciatorë të bizneset të ndryshme. Për mua është shumë e rëndësishme që në komunën e Fushë Kosovës në partneritet me organizatat profesionale të themelojmë qendrën për mbrojtjen e gruas dhe të fëmijës, një qendër e cila do të kujdeset për gruan sa është nevojë, duke pas parasysh edhe dhunën në familje dhe rastet e divorcit dhe nevojën e madhe që kanë për t'i dhënë mbështetje institucionale.